A ju pëlqej intervista? Shumë e bukur ishte. Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Banka Ekonomike. Shiko, dalin shumë mirë intervistat kur je gati për me dhënë intervistë. Kur si je gati me dhënë intervistë, a ke parasysh që je gjithkohës se di njeriu që ke përballë, ke pak si frikë, çfarë po do më bëj e kështu. Ato s'dalin mirë. Po, kur ti je gati edhe do me tregu gjithë gjërat e tua, të vërteta e tua, edhe unë mendoj gjithmonë që pas rikthimit tem, se unë që 4 muaj jam rikthyer. Kjo është intervista eme po. Ti fikim telefonat. E vlerësoj shumë. Emisioni Fero intervista. Fero. Përshëndetje Arbana. Se erdhe. Si jeni? Ku? Si kaloni? Si kalon? Mirë, faleminderit ju. Kënaqësi që të presim shtëpinë time. Kënaqësi edhe unë me pranu ftesën tonë. Edhe është interesant, është edhe kënaqësi edhe privilegj me ardhë në intervistë me ty, sepse unë si në moshën e vogël, po foli për moshën 10 vjeçare, 11 vjeçare ose 12, kur e shikosh me Top Channelin, ti ishe prezantuese dhe definitivisht ke qenë dhe je një ndër prezantueset më të mira në Shqipëri. Shumë faleminderit, Pero. Shumë faleminderit. Edhe është kënaqësi që ti ke qenë i vogël edhe më ke parë mua dhe ti je rritur dhe je bërë i suksesshëm dhe vjen tani dhe bëjmë të bisedë bashkë. Po, patjetër. E çuditshme është jeta, a? E çuditshme është. A ti janë realizuar të gjitha ëndrat? Me treguar drejt gjitha ëndrat më kanë realizuar. Sidomos kohëve të fundit, po, unë mendoj që po. Po, besoj që kam tash çdo herë kur të realizohet një ëndër, të na vjen një ëndër tjetër që pret edhe ajo ëndër më realizu, edhe shpresojmë që gjithë ëndrat do i realizoj unë, ti dhe çdo njeri tjetër. Të lumt. Eja brenda, mirë se vjen se kemi një bisedë gjatë të shtruar për të bërë bashkë. Faleminderit shumë. Pas të je. Mirë Mbrëma Yje. Intervista jote e parë në 4 muaj të rikthimit. E para pyetje që më vjen shumë natyrshëm të bëj është teksa pash kur erdhe ti ishe shoqëruar nga security. Pyetja është edhe përgjigja është se nuk është se unë kam ndonjë problem apo shkak se që e menojnë njerëz, është thjesht do me thonë, por si që i thojnë njerëz protokolli kompanisë. Okej. Edhe unë e kam ekip, do me thonë ekip kam si dizajner, si përllojnë i sigurisë. Pjesë e grupit që të shoqëron. Do me thonë unë në çdo, se unë s'mëna më marrë me këta punë. Po. Unë e mirëna me muzikë, performoj, shkruj tekste, krijoj muzikë dhe për punët e tjera unë s'muna për shembull më konë dizajner ose s'muna më konë një punë tjetër producent. Te ne në Shqipëri sistemi nuk është fort kaq i strukturuar mirë sa që është në Kosovë. Po. Me tregu drejtun e maherët para disa vite kur isha aktiv në muzikë, se më ka radhe një kohë, mos më konë aktiv, do me thonë ishë më mirë me pjesën e muzikës, atëherë më ka radhe mu mi bo disa sene vetë. Shpesherë i kom vesh teshat vetë, si mbas të shijes tem, po ka njerë ma mirë është, do me thonë në fushën e disa njerëzve, që ata punojnë edhe mirën me atë punë, nuk mund është ti më konë ma i mirë se ta, se ti mirë është nashte një ora i 24 orë me në për atë punë.
Kështu që... Ti edhe ty kohë për të qenë më produktive dhe më i frymëzuar pastaj për... Sakt. Unë mendoj edhe jam tash shumë i lumtur, domethënë me ekipin. Kur po më thoi ish parë që kam qenë fëmijë, kur kam parë ty, doja të të pyesja, okej, fëmijëria jote ka pas televizionin prezent dhe çka ka pas tjetër fëmijëria jote? Çka kujton nga fëmijëria jote? Më trego pak Fieron e vogël. Po... Edhe pse ti je prapjeri shumë, as. Po do në prapje miri, po voli për kohën 10 vjeçare, 11 vjeçare, 12 vjeçare. Kom dosh sportin, jam mirë shumë me sport, dhe basketin e kom pas kështu ma për zemër, po edhe futbol kena lujt me shokët e lagjës, kena lujt futbol shumë, jam kom ma sportist. Okej. Tana ka mosha 15 vjeçare, 14 vjeçare, 15 vjeçare, kom fillu tana, do me thonë, me ma shumë më mirë me muzikë. Në fillimet e, do me thonë, ato jënë kom fillimet e para të muzikës. Kush kanë qenë frymëzimet? Nga e frymëzuar? Kush kanë Unë me qenë tregu drejt gjithmonë jam qeni i frymëzuar për muzikë, sepse familja jam prindë e mi, gjithmonë kanë dëgjuar muzikë po foli prej që kur kom lindë. Prindrit? Po, prindrit. E do me thonë, unë jam rritë në frymën e muzikës. Tana ja kom pas pak ma edhe të letë, po fillimet e mia nuk është se, do me thonë, e kanë pas ashtu kështu... S'kanë qenë shumë pro? Nuk kanë qenë shumë pro, sepse kur i kom pas 14-15 vjetë nuk ka pas artistat të rinë s'kenë. Ka pas, do me thonë, vetëm artistat që i kanë qenë me një dekade ma shumë s'kenë, edhe gjithmonë ajo frika se... Do me thonë, kjo pjesa i popit bën me pas një imazh të njerëz që njerëz menojnë ku mundet më konë ky i egër, ose mundet më konë najfar djali që problematik, gjë që s'është ashtu. Vetëm se, do me thonë, është ajo... Po, është kjo imazhi që do t'japi hip-hopi? Do t'japi hip-hopi. Hip-hopi është shumë i dhunshëm, apo? Po, është i dhunshëm. E tash, kur e morëm, do me thonë, me bo në praktik ato që e folin, do me thonë, artistat e hip-hopit, është pak një farfrike prej prindve që mos djali pe bën një... Unë e besoj, unë përlezoja disa nga tekstet e tua për para 7-8 vitesh. Unë kam një djalë 10 vjeç. Edhe po mendoja, o bo, imagjino të vi Jonit dhe të më shoh mua që po dëgjoj këto këngë. Realisht. Do me thënë, po ti je vetë prind, edhe po ti je prind me një adoleshenti, është një paranoj dhe një frikë që e ke kur të gjon të tilla tekste. Ashtu është. Po ndodh, do me thonë, edhe një muzikë nuk është e njëjtë me tjetrën. Ndodh një muzikë është për dashni, ndodh një muzikë është, do me thonë, për me një farloj mënyre shfaqe rivalitet me kolegët. Sa mendon që ndikon muzika tek mënyra se si adoleshentët pastaj sillen? Sa mendon se ju si artist jeni modele të mira apo jo të mira për të rinjt? Po me të tregu drejt, në të kalumën tem, ju mënu ato vargjet që i kom shkru në tekst, në muzika, ju mënu mi praktiku në jetën reale. Gjët që më kanë dëmtu mu personalisht në shëdetin tem, më kanë dëmtu mu në familjen tem, më kanë dëmtu mu në rrethin tem, edhe unë mendoj që nuk e di se si ndikojnë të rinia jonë, por unë mendoj që rinia jonë du të me pas, du të më konë, du të me pas të kjartë se nuk është gjithë shka që ka thojnë artistat, nuk është ashtu në të vërtet, edhe se nuk do të për shembull në një artist që është shumë i kthjellët, nuk përdor asgjë, Tekstet e këngëve i ka shumë eksplicite. Po, kur ti ndëgjojsh tekstet e tina, ai fol për substanca narkotike. Ai nuk e përdor substanca narkotike. Tash, fëmia që e ndëgjon ata, mundet më inspiru edhe me përdor edhe mi apo sherrin. Kështu që mirë është rinia me kuptu që kjo është vetëm muzikë, është art, arktim, nuk është diçka që duhet me qitë në praktik, mi përdor njët, sepse mund me ndollë të na... A di si është puna, ndonjëherë të pëlqen thjesht kënga,
Biti, vibe, a ke parasysh që t'jep kënga? Unë për shembull mbaj kur kam qenë adoleshente, kam qenë që edhe unë fan se Eminem, edhe më pëlqente Coolio, Gangsta's Paradise, edhe po ti shikosh me vëmendje tekstet, gjithashtu nuk është se janë poezi. Pra, ka dhe aty boll fjalë të këqija dhe flasin për përdorimin e lëndëve narkotike. Po jo, unë se bëra atë zgjedhje, po ti më duket se ke bërë zgjedhjet gabuara në jetën tënde sa i takon Shëndetit, ma the vetë. Në të kaluarën po, edhe mu ka dosht kogja kohë, me një farloj mënyrë më rikësy njetë. Kur ka qënë hera e parë dhe çfarë ke përdor? Me të tregu drejt, unë e mas shumë ti, ju më kona si djali që kom pas i nati, gjatë kom pas i nati, nëse dikush më ka thonë mu, do me thonë, a i ke përdor një sen? Unë e pa e përdor kur edhe nashtë e kom pas frikë me përdor atë sen, po kom thonë po para se do me thonë ta provoja, edhe ta na kështu janisë. Edhe s'do do me thonë fatkesisht me pasinati, s'do me pasinati ishtë të punë. Pra ka një si sfid? është një si sfid, saktë edhe ta na kryon varësi me të. Edhe kur kryon varësi me të, ta na është shumë keq për ty, për shëndetin tënd, për familjen tënde, për njerëz që të rrethojnë. Po unë shqyr Zotit, domethënë i kom kalu këtë periullat në jetë, edhe si fëmijë kom pas qef, ju më kon gjithmonë kurioz, domethënë me pas shumë eksperiencë në jetë. Një provu? Po, patjetër, po edhe i kom kalu këtë ato gjëra. Kjo është e rëndësishme. Po, shiko, dashje pa dashje, artistët, muzikantët bëhen frymëzim për të rinjt edhe bëhen modele për të rinjt. Dhe janë shumë nga ata të rinjt që na shohin, edhe ja, janë kështu të brisht në njëherë të rinjt, si puna jote që me sfida që nisim krejt kot, a i ke provu, jo e kam provu, po si se kam provu, e kam bëhun atë, si se kam provu. A ke piti bari, po qa bari, unë kam kalu. Unë nuk i njëja disa, besoj janë drogra të reja të viteve të fundit, nga ato që shtueshin tekstet e këngëve. Çdo gabim që njeri e bën jetë, patjetër që të bën mund një keq. Sidomos kur e kupton që është gabim edhe nuk e përsërit më gabimin edhe patjetër që je pishmon për gabim që e ke bërë, por njëkohësisht je edhe falenderues se ke mujt me arrit me largu pi gabimit edhe me kuptu gabimin. Po shka mendoj unë që duhet me ditë çdo i ri është se edhe une si çdo i ri kom menu që muj me bo çdo gjë, muj me kaluna për çdo gjë, edhe kom qenë i ri, kom pas gabimet e mia, po gjithsesi tani e kom gjetë domethënë stabilitetin. Si ke dal nga momentet e vështira, nga varësia? Me tregu drejt, unë si kom dalë është ndihma që e kom pas pak prej religjionit. Kur jam nisë më mirë me religjion, me fe, edhe kjo kon ndihma jem për mu largu pi gjërave të këqija, se automatikisht ti nëse e din që për shembull një djalë apo një vajzë është duke u mirë me fe, automatikisht aje ka një mburoj, se ti nuk mund është me shku mi folë për senet këqija, sepse aje është i fokusuar vetëm të senet e mira. Edhe kjo ka një farë mburoje për mu, sepse edhe gjatë kohës kur ti e bën një gabim, edhe rrin me njerëz që bojnë gabime, automatikisht ki shoqëri të gabuar. Edhe tash kur largohesh me shoqërisë të gabuar, edhe për shembull mirësh me feja, shoqëria gabuar nuk vjen se s'ka interes, ata janë të bu gabime, nuk kanë interes mu të afru ty, edhe... Po si shkove ti të religioni? Pra, më ndihmo ta kuptoj pak jetën tënde, nga një djalë i apasionuar pas hip-hopit, pas muzikës, pak rebel, pak... le të themi eksperimental, pastaj çfarë ndodh? Si shkon? Po tash për shembull nëse ki varësi prej alkoolit, të vjen rehabilitimi. Po. Patjetër. Kështu që edhe mu ka dosh një rehabilitim jetësor. Okej. Do me thonë, unë momentalisht jam sportist.
do me thonë ushtroj fitness për që 1 vjet e 2 muj, jam aktiv në fitness, jam sportist, dhe tash momentalisht nuk jam dietë, po e maj edhe dietën, ka periudha caktume të mujve, të vitit që unë e maj dietën shumë strikt, për me arrit, do me thonë, rezultatin e trupit që unë kam qef me arrit. Por para, e kishe lënë sportin pas dore? Po, pa tjetër, s'mundesh në dy rrugë me nejt, edhe anina edhe knina, absolutikisht jo. Pi përvojës tjetës po foli që s'mundesh, edhe gjithë ata që kam përvojë me këtë sene e di ma mirë. Kështu që unë momentalisht jam sportist, por gjatë kohës kur jem largu pi jetës të shfrenume, kom pas edhe kriza, se çdo për shembull kur kesh të ta spjegu punën e alkoolit, ti për me lënë alkoolin vjen rehabilitim. Vjen më konë me njerëz që kanë energji pozitive, që të largojnë me mençuri prej varësisë të alkoolit, edhe nuk të thojnë për shembull qysh mua afrua pet ajo. Kështu që mu ka animu kjo. Po si ndodhi ky rizgjimi, këtë dua të kuptoj. Pra, a patë ti një moment që preke fundin dhe pastaj një ditë bukur shkove në xhami, takove një person, pra pse zgjodhet fen, pse nuk zgjodhe një qendër rehabilitimi? Kam qenë unë kur kam filluar që të falem, kam qenë në paraburgim. Edhe kur e kam falë vaktin e parë, jam di, do me thonë, kjo çështje personale, po masi po bjen tema pe flas këtu, jam di shpirtnisht shumë mirë. A u falte dikush tjetër atje? Jo, nga të erdhi kjo? Vetëm erdhë. A ishe falur më përpara? Po si çdo tjetër, ndonjëherë po, por nuk isha edhe që disha shumë o falë, të paktën kur jesh me një dhomë dhe nuk i as prend, se aty s'ki as prend, as s'ki shok, as se ki kërkan, do me thonë jeti dhe vetëm Zoti. Dhe edhe aty do me thonë jem di shumë ma shlirshëm, edhe sërë kisha do me thonë asi varsi ose sërë më shkishin mend për keq dishka, u mënojsha apet me gjithë qatë shlirimin e shpirtit, edhe ashtu do me thonë merdh vetë, fillova edhe veç se me tregu drejtën se ja kom pa të mirën kejtë kësaj pune, për arsye se ka ndryshu jeta em drastikisht për të mirë. Në rast se atëherë nana em më ka thirrë 100 herë në ditë, sot do më thirrë veç një herë, sepse është e sigurtë dhe është e lumtur me jetën që unë e bëj sot, po nuk ka qenë e lumtur dhe nuk ka qenë e sigurtë me jetën që e kom bë atëherë. I ke shqetësuar prindrit? Të i kom shqetësuar shumë. Në kohën e kaluar po, tani janë shumë rahat, janë shumë mirë, janë shumë të lumtur, dhe unë vetë jam më i lumtur që ata janë të lumtur. Po kur ti i ri, sa do që munosh me thonë që i din senet, nuk është edhe që i din senet shumë mirë. Se kur je i ri, mund nga bën shumë letë. Edhe unë nuk e kom pas në i vlo ma të madhë. E se ke pas edhe babën shumë prezent? Babin nuk e kom pas prezent, gjithsesi, do me thonë, familja im gjithmonë jënë bo marak për mua, jënë mënu ma të mirën me bo për mu, gjithë që jem shumë falenderus ndaj familjes, por a i ki po çdo i ri, do me thonë, ma shumë lidhet me shoqëri se sa me familje. Fatkeqësisht, që s'do të me ndodhë, do të ma shumë më konë me i lidh me familje se sa me shoqëri, po çdo i ri ka bën, gjithsesi ma e mira e keq kësaj punës është që kur nuk bën me hub shpresën që mund është më kthy apet në jetë dhe mund është apet me arrit atë që ti dën edhe më largu pi seneve që nuk ja vlejnë me nejtë me to. Ki qenë para burgim dhe ke patur këtë rizgjimin tënd. Po. Qa të shojnë në burg, Pero? Në burg, herën e fundit të më ka qu
ish gruja. Më ka qa bëre ti? Unë isha bëra, po ai me tregu drejtën, së që kom bo diçka atë ditë, po foli për ditën e caktuar, së që kom bo diçka. Po adin kur të mbledhen shumë sene dhe vjen koha që, domethënë, i ndan rrugët, tana kur je i ri, adin nuk i kupton disa sene, mund me ardhë deri te mi do rrugët me në gjendjet keqe. Unë momentalisht në këtë fazë tjetës që jam, edhe po folin edhe për shoqni, edhe për familjar, edhe për komedit kanë, momentalisht nuk kam as interes, as llogari, mi do rrugët me dikon keq. Po kur ti ma i ri, adin nuk mund i kontrollon paka shumë as emocionet, knena, isha me disa gabimet mija, cilat si qa pas qef mi bo atëherë, po tash është mo e kalume, gjithsesi ka pas keq kuptime, ka pas... Po gjithsesi, s'po di as çka më fol. A të vjen keq? Për mënyrën si e tjellë me njerëz saktuar, qoftë me prindrit e tua. Mu vje keq për çdo gabim që e kom bo, unë e cika dhe pak parzit me mujt me kthy kohën. Qa kështë bërë ndryshe? Me mujt me kthy kohën, nuk është që pendom, sepse prej aty në gabime që i kom bo, në kom mësu shumë. Ke mësuar, pa tjetër. Edhe Po pi qa gabime- nuk do kishe bërë? Qa nuk do kisha Po bërë? ta kishe pas jetën tënde këtu përpara si një puzzle dhe i ke disa nga vendimet që ke marrë ose gjërat që ke bërë. Kishe thënë, këtë e kisha bërë. Me të tregu drejt, nuk kisha mujt më konë ky që jam sot pa i bo që ato gabime. Kështu që nashta apet i kisha bo që ato gabime, sepse une nuk i kom bo ato gabime me qëllim. Ju në konë, muna me thonë, trasishme, me një farë lloj mënyre, disa herë ka ndodhur që si më konë vetja për shkak gjendjes se qysh më konë atër. Kështu që do më thonë është vetëm një eksperiencë. Po a ndjen që duhet i kërkosh falje njerëzve të caktuar? Po i kom kërku në shumë herë falje njerëzve të caktuar, edhe besoj se është unë mendoj momentalisht tani, kur të kërkoj unë e falje ty një herë, 2 herë, 3 herë, edhe 5 herë, ma shumë besoj që vese e ke marrë kërkim faljen, tash a e pranon ti apo nuk e pranon ti, është çështja jote, ama unë kur ta kom thonë një herë, hajde nëse ta kom thonë një herë, ka mujt më konë që e kom thonë për naj farë lloj interesi, për nëse ta kom thonë 2 herë, 3 herë, 4 herë, unë për një me, kom ndjek e qardin edhe ta kom kërku, do me thonë kërkim faljen. Kështu që unë me çdo njeri që kom bo gabim, pa mërë parasysh se kush u konë që unë e kom bo gabim, do me thonë unë i kom kërku falje për gabimin që unë e kom bo. Me kë mendon që ke gabuar më shumë në jetën tënde? Unë mendoj mas shumë ti që kom gabu është e nanën tem. Jo që i kom bo diçka keq nanës tem, as njëherë, po unë kur i kom bo keq vetit, automatikisht ato e ka ndjen nëna em, kështu që do me thonë unë e mendoj që ta e kom bo gabimin matë malë që s'u dosh me bo, sepse tash ne gjithë e dim se kur kalon na për periudat vështira dhe na për periuda që nuk e ki ma kërkan hiq, është vetëm nona aty për ty. Nuk është kërkosh tjetër. Sa do që njerëz tojnë, unë e du, kom nejtë gjithmonë me ty, sa do që do me thonë folin fjallë të mira, kur vjen puna ti mu konë keq, unë po foli për përvojës tenë, është mendimi jem, nështë e dikush mënët me pas mendim pak ma ndryshe, po unë mendoj që në momentet e vështira është aty vetëm familja. E familja në nënkupton nona, baba, vlavi, motra, po mas shumë të se nona nuk është kërkosh aty. Kështu që unë mendoj që nina keq për gabimet që ja kom bo për jetën që e kom jetu, sepse ato e ka ndjena na jem. Edhe vetëm për... E ke barë qaj shpesh herë? Po e kom po... Fero, në qoftë se hap internetin, klikon Fero, karriera jote, imazhi yt si artist është shumë i lidhur me dramën tënde personale. Po.
A ka qenë kjo një gjë që ti e ke zgjedhur për ta bërë publike, apo është diçka që është bërë publike dhe pastaj ka dalë jashtë kontrollit? Është diçka që është bërë publike edhe ka dalë jashtë kontrollit, edhe për arsye se kjo dramë është se unë jam figurë publike, edhe personi tjetër në fjalë është figurë publike, edhe mediat mas shumë t'i këshyrin me përfitu, me raste ndihshme, gjë që nuk është e mirë me përfitu me raste ndihshme. Po ty si t'ka ndikuar në karrierë ky mediatizimi i historisë së vajzës, të ish-gruas, edhe të mesazheve, dhunës, gjithçka që është lexuar në media këto kohë? Po për mu kom pak keq, kuptohet, kom keq sepse shumë herë më ka rënë me ahos me ndëgju të pavërteta për mu. Edhe nuk ndihesh mirë kur dëgjon diçka që është e pavërtetë, se mu kon diçka e vërtetë, adin kitë e kuptueshme, po kur dëgjosh sen e pavërteta për veten tënde, nuk ndihesh mirë. Unë gjithsesi as edhe një herë, domethënë, as edhe një herë nuk kom pas ndaj mendim të keq për kërkon. Edhe unë po folja edhe në të kalumën, kur njerëz më kanë menu si djalë pak rebel si që të seke ma herët. Unë mendoj që edhe në atë kohë nuk jam konë djalë që domethënë kom dasht mi bo keq dikojna, thjesht jam konë një djalë arktus, kom bo qysh i thëni shaka, ju? Po, shaka. Po gjithmonë jam konë i keq kuptuar. Ma shumë jam konë i keq kuptuar. Mendoj unë. Kur ka qenë viti kur e njohur me Arbenitën, kur ju të dy ishit power couple, pra të dy ishit shumë të njohur? Unë e kom takuar 2018. 2018 një takuar për herë të parë. Ka qenë kështu dashuri me shikin parë, se duket si ato historitë që shpërthejnë për një herë. Po. Po, ku jeni taku? Se mban mend? Jo, e moj mend, po së më pas ka ra me menu, do me thonë, Shiko, jeta nuk ka vetëm gjërat këqija, ka dhe gjërat bukura. Shashtu, ka dhe gjërat bukura. Jemi takuar në 2018, po. 2018? Jemi takuar në 2018, jemi takuar në qytetin e Maqedonisë, Shkup. Në Shkup. Po. Diskotek? Jo, diskotek, jo, si mi takuar diskotek. Ju ka prezentuar dikush? Jemi takuar ditën, jo, jemi njoftuar vetë për mes rrjeteve sociale dhe jemi takuar. Ah, i ke shkruar ti? Po. Aha, të shpërgjigjur? Me tregu drejt, s'po du me Se më ke fola që kesh për të, mund të thush edhe fillimin e lidhjes që mund të gjë bukur. Absolutikisht unë s'kom dasht me fol keq asnjëherë për të. Okej. Sepse ajo është nona e vajzës tem. Edhe në jetën reale për njerëz që e din që janë gat meje, e din se unë kam veç fjalë mira për nonën e vajzës tem, se është nona e vajzës tem. Po unë pak adin kur të bot një kohë e gatë që nuk e ke pa vajzën tonë dhe as për mes telefonit dhe as për mes në asë një lloj forme, edhe krijohet një farë adin ndihesh keq emocionalisht edhe këshyr me shpërthy diqysh vish me arrit atë qëllimin për me pa vajzën, ka mujt me ndodhë që emocion, kur jom ndje keq në gjendjen tem emocionale, ka mujt me thonë naj fjalë të pahishme, gjë që une edhe i kërkoj falje edhe tash, nëse unë dhja jo keq për i fjalëve të mija, absolutikisht qëllimi jem u konë vetëm me pa vajzën, edhe qëllimi jem gjithë është me pa vajzën, sepse u bo edhe një kohë gatë që nuk e kom pa vajzën. U bo? U bo një vit. Një vit? Një vit pa e pa Kur ka vajzën. qenë dita e fundit kër jeni takuar? Ka qenë 5 tetor, kër jemi takuar. Në Prishtinë? Në Gjilan. Në Gjilan. Në Gjilan jemi takuar. Pastaj, ç'a ndodhi Fero? Ajo është larguar me vajzën e shtetit, ë? Nuk kam shumë informacione se ku është larguar, tek është larguar, unë me tregu drejt kam tentu shumë herë me pa vajzën, në mënyrat ndryshme, edhe e kom pa që nuk po muj me pa vajzën,
nuk po muj me po vajzën në asnjë lloj forme dhe mu ka dosht me patjetër me ndërmarrë, domethënë me lyp për institucioneve të Kosovës. Po. Masi për shembull personi më fjalë, nuk ta bjen vajzën, kom lyp për institucioneve të Kosovës kom lyp përgjigje për tyne. Tani, në fuqi, është një marrëveshje që ju keni me njëri tjetrin me ditë të ndara, se sa ditë të takon... është vendimi i gjykatës. Vendimi i gjykatës si është? Vendimi i gjykatës është unë me pa vajzën në javën e parë dhe në javën e tretë. Po, të çdo muaj. Vikendev. Po. Që i bjen dikon 4 ditë në muajt. Okej. Edhe... Dhe ky vendim i gjykatës nuk respektohet? Fatkeqësisht nuk është respektuar asnjëherë. Nuk është respektuar. Fatkeqësisht. Çfarë përgjigje kanë dhënë institucionet Kosovë për këtë? Po me tregu drejtën e gjithmonë, adin kom lyp për përgjigje për tyne, asnjëherë s'kan mujt më mdhon përgjigje, derisa ma u bo dhe tash u bo 1 vjet, adin. Edhe mu ka dash me ndërmarrë, do me thonë, për çdo ditë i kom dërgu e-maila si prokurorisë, si gjykatës, si gjitha institucioneve dhe ministrisë drejtësisë. Dhe? Në rastin se a muj me po vajzën tem dhe se gjendja është pak kritike për arsye se nëse unë jam i keq, këtë okej, për morëm shembull nëse unë jam i keq e se meritojnë ashtë e unë me po vajzën, po vajza e meriton me po babën. Edhe do me thonë institucionet alo së më kanë këthy asë edhe një përgjigje, derisa u dosht ata vetë me ndërmarrë, do me thonë me lëshu urdhër arrest mas pari në shtetin e Kosovës. Ka kalu procedura e urdhër arrestit në shtetin e Kosovës, ata i kanë marrë, do me thonë ato vendimet e veta me lëshu edhe flet arrest ndërkombëtar. Po ti, nuk e di fare se ku është? Unë pedin këtë rrjetet sociale se ku është, edhe unë pedi se ku është. Pra nuk është në Prishtinë, apo jo? Po jo, më ko në Prishtinë unë muj me pa. Po pra? Do me thonë vajza nuk ka pas hyrje në Prishtinë prej tetorit, vitit kalum. Dhe prandaj është lëshuar urdhër arresti? Prandaj është të lëshuar. Për Arbenitës, pëse ka ikur, ajo normalisht nuk largohet do të pa marrë lejen firmën tënde për vajzën, apo jo, derisa të bëhet 18 vjeç? Po me tregu drejt, Si ka ndodhur kjo që ka ikur ajo? Ka pas përkraje edhe prej, muna me thonë edhe prej motrës presidentës. Mu mas shumë tim ka nevrikos fakti se mu më ka thirë motra e presidentës në janar të këtij vitit. Edhe më ka thirë me bo një marrëveshje, ku i bike që une 99% drejtav të mija që i kam ndaj vajzës mija me nshkru Arbenitës vetëm me një arsye, që une me po vajzën. Edhe mu ma premtoj, do me thonë, mu ma premtoj motra e presidentës, se pjarroj edhe emrin kështu, ma premtoj që unë e ko me po vajzën, nëse unë janë nëshujt gjitha drejtat, do me thonë Arbenitës. Edhe unë me gjithë shef, se unë vetë, do me thonë jemi lidh me mamin tem. Edhe nuk kam qef asë edhe një thmi mu do prej nonës. Ta kuptojnë këtë sen. Po që kam qef mu kom prezent në jetën e vajzës tem, po është dëshira e më e madhe në jetë është mu kom prezent në jetën e vajzës tem. Edhe në nëshujta unë atë marrëveshje, edhe pasi që në nëshujta unë atë marrëveshje, me tregu drejt ditat e para nuk i shënova avokatës. Aty ka qenë ndoshta një nga nenet që ajo mund të thoj pa lejen tënde? Aty ka qenë një mashtrim prej motrës presidentës, sepse unë isha, kur nuk e sheh fëmijën tënd për disa muaj, edhe të thirë edhe, do me thonë, pala tjetër edhe të thotë që kime po fëmijën vish në shkruje ti që
ti s'ki drejt ma për fëmijën, nuk ki drejt edukimi për fëmijën, nuk ki drejt shkollimi për fëmijën, nuk ki drejt veshmbathje për fëmijën, nuk ki drejt kur gjë tjetër, veç për me pa, se se ke pas disa muj, ti në gjendje dhe me nënshkru, sepse sërë që është pi gjumit jetu menu për vajzën, sërë bish me flejt jetu menu për vajzën, gjdo moment që jetu angër buk jetu menu për vajzën, e sheni thmi në rrug jetu menu për vajzën, gjdo thmi që e shet ty të lidh me vajzën tonë, edhe ti vajzën tonë dhe së në shet. Edhe unë isha në gjendje me nënshkru, do me thonë, vetëm për me po vajzën tem. Edhe nënshkrujta, do me thonë, atë marrëveshje, edhe pishenoj mas një ave se thash, ka dhe ajo, do me thonë, obligimet e veta, angazhimet e veta motra presidentës, thash mos ti bom barë me një ren për premtimin që ajo mu ma ka dhonë. Premtimi i saj që ajo mu ma ka dhonë është se unë e kom e po vajzën. Edhe unë e mbast këti premtimit e kom nënshkru një marrëveshje që mu fatkeqësisht më ka kushtu shumë. Ka kushtu shumë për arsye se unë alo vazhdoj me pas, do me thonë alo me pas problem, mos me mujt me pa vajzën tem. Edhe qepse unë e kom shpërthy të kjo pjesa ku unë ju më këthy në muzikë edhe kur u ktheva në muzikë i përdora do fjallë që unë s'u dash me i përdor, po gjithsesi A ka patur një reagim nga ky personin që ti e quan motra e presidentes pas... Po, kjo me të tregu drejt, unë ju mundu edhe për mes kolegëve të saj, mi tregu asaj që me këshyr si avokatja e Arbenitës, si avokatja em e këshyr interesin e vajzës. Po. Para se me këshyr interesin tem. Sepse vajza nuk ka faj. Do me thonë, sa e lëndume mundet më konë vajza që e ka dosh babën e vetë shumë, edhe për një moment ja kanë shkëput babën e vetë për jetës. Sa e lëndume mundet më konë vajza. Që unë e pelojmë, s'pe logaritëm, do me thonë, djenjat e mija, emocionet e mija, se po pe logaritëm vajzës. Sa e lëndume ka mujtë më konë, sa herëm ka lypë mu vajza em, a ja ka mundësu dikush vajzës tem me pa babën e vetë. Se gjaki s'u kor. Ajo edhe mas 5 vjetë, mas 10 vjetë, edhe nëse se shë hiq, ajo ka më mlyp mu, edhe në ka më lyp ata. Se unë jem baba saj, ajo është fëmija jem. Ti mendon që vajza të kërkon? Për tash nuk e di, me tregu drejt se o boni ko e gatë. Nashte edhe është ambientu pa mu, po në fillimet kur u shkëfut prej meje, pa tjetër që më kemi qenë të lidhur shumë? A kaloje t'i kohë me te? Po me tregu drejt, pasi që ka ndodhë divorci, si shtregova, do me thonë, në kom pas shumë pak dit me të. Për arsye se edhe vetë vendimi gjykatës u kom për shembull java par 2 dit, java tret 2 dit. Që i ka ro 4 ditë në mujtë. Unë 4 ditë në mujtë i kom shfridzu me vajzën. Ka ndodhë ka njerë i kom shfridzu veç 2 ditë për arsye se vajzën nuk ma kam pru. Po gjithsesi, unë e kom pas edhe para një vitit, edhe një vit tjetër, e kom pas me problem, do me thonë e kom pas problem se me nejt me vajzën. Për arsye se është caktimi gjykatës, e ka caktuar gjykata. A nuk keni mund Fero me i zgjidh me Arbenitën me qetësi këto gjëra? Me të tregu drejt kisha pas qef shumë, me edhe gjithmonë e din edhe si prokuroria, si gjykata, si edhe avokatja saj, po avokatja saj do me thonë e këshyr interesin e përfitimeve të sajna, dhe gjë e kuptush në çdo avokat e këshyr përfitimin e interesit të vetë, po si intereson për ndjenjat e mia, ose ndjenjat e tua, ose ndjenjat e fëmijëve tonë. E kam fjalën ta kishit gjithë pa avokat, fare. Po unë kisha pas si dy njerëz të rritur, si dy njerëz që kanë një fëmijë dhe duan që fëmijëria e kësaj krijese të jetë sa më e qetë dhe që mos të jetë me trauma të tjera. A keni provu me fol me njëri tjetrin? Unë me tregu drejt, kom provu me gjetë një zgjidhje ku, sepse dashtëm apo nuk dashtëm, si unë, si ajo, neve gjithmonë ka me na lidh vajza.
Edhe pa tjetër që na duhemi me pas një kontakt mirë. Një komunikim normal. Unë jam për me pas një kontakt mirë, sepse unë kom vazhdu me jetën tem. Unë s'kom stagnu se çka më ka ndodhur mu gjatë kohës kur jam konë me Arbenitën, ose çka i ka ndodhur Arbenitës gjatë kohës kur konë me mua, ajo është e kalume. Tash ajo ka jetën e vet, unë e kam jetën tem. Po që gjatë kësaj kohe na e kena edhe një vajzë. Prej të kalumës për të kalumës që e kena pas, tash unë jam i shumë pro mendimit që me pas një kontakt zyrtar, do me thonë të kuptueshëm që unë nuk po lypishëm. Edhe asë njerë nuk kom lypishëm, e din, do me thonë çdo njeri për mu, mu mjafton veç më kom prezent një jetën e vajzës tem. Po gjithsesi... Po nëse kishit rënë dakord, tash po marrim një supozim, ishit takuar në rastin më të mirë të mundshëm dhe ishit rënë dakord bashkëprindroni. Bashkëprindroni, ndoshta me gjysmën e kohës. Ti ja kishe dalë të prindroje dot? Po patjetër, me gjithçka. Kishe lënë pas dore karrierën edhe Jo, s'kom nevojë me lënë mas dore karrierën. Unë si shtregova edhe më herët e kam një ekip shumë të mirë. Edhe ekipa jam sa herë e kanë ditë, do me thonë, e kanë ditë mërzijen edhe brengën tem. Edhe çdo herë më kanë thonë në momentin kur ti kemi taku vajzën tonë për herë të parë, na kemi më konë aty për ty edhe kemi më konë, do me... Jo, e kuptoj, po fëmijët duan edhe përkushtim, a? Po, pjesa e përkushtimit. Sa je gati për të qenë baba i përkushtuar? Po shumë jam gati më konë baba i përkushtuar. Edhe gjithmonë jam konë gati edhe vetë, më konë nuk e kishmi nisë edhe fëmijën pa e mendu që unë kom më konë gati. A kemi dashur, apo ka ardhur pa pritur shtatëria? Po, e kemi dashur. E keni dashur? Sa të rinj, se ju keni qenë shumë të rinj, kemi lidhur, me tregu drejt, kemi qenë shumë të rinj. Sa vjeçë për baba? Unë më doket jam bo 23. 23 vjeçë për baba? 23 vjeçë për baba. Ajo sa ka qenë? Arbenita Muzgavosha ka qenë 21. Shumë të rinj të dy. Të rinj kemi qenë dy. Dhe keni dashur që të bëni fëmijë? Patjetër. Çfarë? Që atëherë, sa jeni lidhur, apo jo? Jo, sa kishit? 2 vite mas lidhjes. 2 vite mas lidhjes 2 vite mas lidhjes, Shazania. 2 vite mas lidhjes ka orë Shazania. Shazania, a ka qenë një periudhë e bukur, si e kujton? Po, ka qenë një periudhë. Me si e keni pritur? Shumë e bukur, ka qenë një periudhë shumë e bukur. Edhe përderisa unë e kom mendu si... E kom mendu me... Se është një vendim shumë i madhë, do me thonë me pas fëmijë. Përderisa unë e kom mendu shihet qartë se unë e kom mendu edhe atë pjesën që dëna më konë një babaj dur për vajzën tem. Gjithsesi unë nashte në syrin e si tem muna më konë burri më i keq në botë, po kjo nuk do me thonë që unë mos më konë baba ma i mirë në botë. Se unë kam qef edhe ona sjellta si bjen. Shka do që unë e kom folë se folin nuk jam mohon, ato asojna që ajo mundet më konë nona ma e mirë në botë, edhe unë pa tjetër, dyshoj në këtë sen, unë e di se ajo shumë përkujdeset për vajzën, e di se shumë e do vajzën, edhe shpesh kur më bjen, do me thonë me menu për vajzën, Nina pak më rahat se e di që ajo përkujdeset shumë mirë për vajzën, edhe e dëmë vajzën. Gjithsesi, po kisha dosht... Se nuk do ajo që tjetë afër me ty vajza? Mendoj hakmarja. Hakmarja? Unë mendoj hakmarja, sepse unë... Hakmarja se ke folur keq publikisht për të, hakmarja se e ke dhënuar, për çfarë do të hakmeret? Nuk e kam dhënuar. Nuk e ke dhënuar? Nuk e kam dhënuar. Absolutikisht, do me thonë, unë edhe në rastin ku tregova për paraburgimin, ti mundesh me këshyr aty shumë mirë, nuk ka as raport lëndimit mjekësor. S'ka raport lëndimit mjekësor, se kam dhënuar. është tjetër shka, do me thonë, tjetër shka mediat kanë postu, edhe unë për që të thash se mediat e kanë bo shumë të madhe, jenë mënu shumë e ma dëmtu imazhin, njëkohësisht edhe ajo ka pas urrejtje, se shire, edhe kore dënë dikon shumë, të natë krijohet ki dashnija në urrejtje. Edhe mu i me kuptu, adin, që ju ka kriju dashnija në urrejtje, deri, po kjo
Ose besoj që du të merr zgatë shumë. Po si mund të kalohet kjo gjë? Se e sigur që Arbenita dhe shofi këtë intervistën tonë bashkë. Jam 1.000.000% e sigurt. Si mund të kalohet e kaluara le të themi problematike për të mirën e vajzës? Arbona. Cilat janë hapat që mendon? Gjithsesi, çka po mendoj unë është se unë nashtë nuk jem koni mirë për ta, as ajo nuk u kone mirë për mu, s'po folin aspektin e bukurisë, po folin në aspektin se ka dy njerëz nashtë dokën shumë bukur, po nuk përshtatën me personalitete, me karakter, njëri me tjetrin. Ka plot histori që nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë edhe na, jena munu shumë kohë me funksionu, po gjithmonë kena pas nga tresa gjatë kohës kur i kena munu me funksionu bashkë. Pse? Sepse si jemi për njëri tjetrin. Okej, po unë nuk po flas për një rikthim. Besoj Jo, nuk e do atë rikthim, apo e do një? Patjetër, sepse ka ndodhur shumë mes me edhe sajna dhe... A ke më ndjenja ti për të? Ndjenja jo, kam pas ndjenja shumë për ta. Momentalisht nuk kam respekt, sepse është nëna vajzës tem, edhe patjetër që me një kohë caktume ka qenë gjithë shka për mua ajo, e kum dashur shumë, jom lëndu shumë, jena divorcu, edhe mas një kohë mu ka dash një kohë pak me marrë vetën, ka kalua jo pjesë kohore, tash unë jam stabilizu shumë mirë me jetën tem, shpresoj që ajo të stabilizohet me jetën e vetë edhe me kuptu që nuk është të më dëmtu veç mu, nuk është ajo është të akmirë në mu, po këtu ka me pësu dhe vajza. Besoj që ajo mundet me kuptu këta, edhe me loni natin anash, sepse unë kam veç fjallë të mira për ta, as edhe njëherë nuk mund me një kërkush fjallë të keqe për meje për ta. Pero po ti e ke quajtur... Qa e ke quajtur? Qka ja kom quajtur? Do me thënë, mos i justifiko vetën, se nuk është për të justifikuar. Jo, së është për të justifikuar, është gabim, e pranoj gabimin tem. Mua më bje shumë mirë kur ti thua sot që unë nuk kam asnjë fjalë keqe për atë vajzën dhe mu më duket sikur thellë, nuk po them që ke dashuri, po ke një lloj brishtësie brenda dashamirësie. Sepse ti don vajzën tënde, dhe për aq kohë sa don vajzën tënde do me respektu nënën dhe është shumë mirë. Po mos thuaj që s'kam thënë se ca gabime i ke bërë. I kam bërë ca gabime, unë apet, s'po mundona me bo vetën pa fajshëm, se amo unë po foli për, unë i mundu me majtë durimin tem maksimum. Për arsye se nuk është e lehtë ti me jetu pa fëmijën tënd. Absolutisht. Nuk është e lehtë. Dhe unë ta kuptoj gjithë dhimbjen edhe gjithë vuajtjen. Sakt. Edhe tash në moment që ti në gjendje të rënduar emocionale, s'po du me justifiku vetëm, po kur je në gjendje të rënduar emocionale, nuk t'intereson ty se çka mendojnë tjerë për ty. Ti në gjendje të rënduar emocionale, edhe këtu është momenti më i keq për me gabu. Mund është me gabu. Se na njerëzje mujna me gabu, po apet se apet ma të mirë për njerëzve jënë ata që gabojnë, e shojnë vetën që ka gabu, edhe mundojnë me kërku fali edhe me përmirësu gabimin. Unë gjithsesi, jëmë konë i lëndum, muna me thonë ashtë jëmë konë i lëndum edhe në shumë mënyra, për arsye se jena konë bashkë, jena ndo, tana jënë konë atë emocionet, atë ndjenjet, jo dashuria, jo, a jetë kuptu, jo ndarja, edhe më fillim darës, s'ki qef mu ndo, ki qef mu bo bashkë, dhe i sa e kupton që mo... Nuk ka... Ndoj që s'ka më këtim brapa. Sakt, edhe, kur, do me thonë, stabilizosh, mirë me vetën që nuk, do me thonë, dush me këshyrë tjera ka, jetën tonë me gjithë tjetër konë, tana kur e gjenë ratin jetën tonë, e gjenë lumëtorin jetën tonë, ti s'munësh me pas as urrejtje, as fjallë të këshia, as hakmarje ndaj personit tjetër. Unë ja urejt gjithat mirat një jetë asaj, edhe masi edhe jem këtu edhe kjo ka më bo publike, eftoj publikisht miloni natët, urrejtjet, edhe me kuptu që fëmija ka nevoj edhe për nonën nëse ka nevoj 3 herë, për babën ka nevoj 1 herë, po ka nevoj edhe për babën e vetë një jetën e saj. Sepse nuk mund me dash kërkosh ma shumë vajzën tem se sa unë. As ma shumë se sa ajo.
Gjithsesi, kena do rrugët, unë t'i shpresoj gjitha të mirë aty, të lutem, mund sa ma me po qikën. Unë nuk jam faktit që me pas qikën ma shumë se te, absolutikisht jo. Sepse unë non s'muna mi u bu. Nona e ka vendin e vetë special për çdo fëmijë. Po se du me po vajzën tem dhe nuk komunal asnjëherë një deri në frimorin e fundit mi dhon dashni vajzës tem. Pa marrë parasysh se a është larg meja, a është nga të meja. Ajo është gjëja më e çmuar që e kam unë. Fero, sa ku ka që je pastruar dhe je rikthyer në besimin në Zot? I ka 2 vite e disa muaj. 2 vite disa muaj. 2 vite disa muaj. Muajt e para kom pas u zgjesha natën, 3 kisha Paranoja? Jo, njërs. Djers. Mu deshke me dal me hec, kom dal, dhe me thonë gjdo mëngjes, kom hec edhe kom vrapu, njëkohësisht, se të tregova që u ktheva sportist u bona. Edhe kom pas vështirësi 3 muajt e para. Mas 3 muajt e para kom marrë veten shumë mirë. Edhe seni më i mirë gjatë këtij asaj periudhe është se kur ja kom nis mu kon, domethënë, pa asnjë sent keq në jetën, e kom pa që jeta është shumë e mirë. E kom vlerësu, domethënë, çdo sen në jetë. Atëherë, domethënë, kom pas shumë të mira në jetë, s'kom mujt mi vlerësu. Edhe besoj që çdo njeri është mas mirë ti mos mu afru me shoqëni të keqe, mi lon gjëra të këqija, mu fokusu se nuk ka mirë prej të keqes, asnjëherë nuk ka mirë. Vetëm prej të mirës ka mirë. Ti zgjodhe fen, unë pash edhe një foto që ishe në Mekë, po shikoj atë intervista që falen 5 herë në ditë. A je realisht kaq aderon kaq me rregull tani? Unë asnjëherë nuk e kom lënë vaktet e namazit, edhe kur si lo, sepse unë ndina mirë shpirtnisht. S'kisha pas qef me cek, po masi e ceke, kjo është gjë personale, se secili që shikim lidhjet tona me të afërm tonë, edhe secili mendoj që duhet me pas, unë mendoj, mendimi e, duhet me pas edhe lidhjen me krijuesin. Edhe po. A të ndikon të muzika? Si ndikon kjo gjë të muzika tani dhe te karriera jote? Si ndikon të muzikë? Po muzika është punë, profesion. Po, gjithsesi hip-hopi është. Po me të tregu... Unë mendoj që tekstet e këngëve tua nuk janë më aq eksplicite sa dikur. Sa dikur, po. Me sa po i shikoja, këngët e reja me kujdes. Po patjetër, jam të mënu maksimalisht, do me thonë mos me, si që ta ti, do me thonë me përdor fjalë që nuk donë për arsye se rinia mund të degenerohet, nëse vibe i muzikës është i mirë, soundi është i mirë, ma mirë është me gjetë ndonjë fjalë më të përshtatshme që nuk mund me ndiku në të keqen e ndonjë triut. Po si është puna, rinia do këto këngët eksplicite, se pastaj shohim suksesin. Suksesi ka qenë më shumë tek ai Fero. A ecën suksesi njëjtë me mirëqenien e artistit, apo ndonjëherë suksesi kur je keq është lart dhe... Jo, unë mendoj, unë që shesha, unë asnjëherë nuk kam qenë më i suksesshëm se tani. Kështu e mendon? Unë ashtu e mendoj, edhe vetëm se mu më ka ardhur, domethënë mu shkput një kohë shumë të gatë prej muzikës, nuk jam mirë hiç as me muzikë, as me njerëz që mirën me muzikë. Sa kohë je shkput fare, Fero? 2 vjet. 2 vjet fare pa bërë? 2 vjet fare pa bërë asgjë, pa bërë muzikë, edhe pa ndëgjuar muzikë. Edhe mu më ka ardhur tana, mu ka dosh pak një periudhë derisa jam ambientu. Po. Se pe kejtë një jetës shumë të shëndetshme, pi hajës të shëndetshme, pi duke qenë sportist, mu kthy tana në muzikë, sepse është jetë e natës. Sa do që na, do me thonë, munomi me marrë me sportivitet, ty t'i bjen, do me thonë me bo... Po, shumë e vështirë, si a dilni, unë sa herë ju shoh juve, që dilni në orën 2 të mëngjesit, në 3 të mëngjesit në skenë, si a dilni? Po me tregu... Si është një rutinë jo dhe, sa orë flen ti, kur zgjohesh? Po me tregu drejtash kur të shkojsh me performu në ora 2-3 të natës,
ti para 5-ve në mëngjes nuk mund është me ra me flejt, edhe ti nuk mund është më qu në 7 mëngjes, 8 mëngjes. Eksakt. Se trupi ka nevoj për pushim, ka nevoj për gjumë, po ja dalmi, sepse vikendet i kena, do më thonë, me koncerte, gjatë javës jemi, do më thonë, me studio, me fitness, me aktivitete ndryshme, cilat... Si e shikon industri muzikore sot që flasim? Ka ndryshu Shqipërinë shumë, në Kosovë. ka ndryshu shumë. Unë mendoj prej të kalumës, sepse unë i bona një dekadë, do me thonë aktiv pos 2 vite. Që ka ndryshuar në këto 2 vite që nuk e qënë ti që e vëre? Unë mendoj a di që ka ndryshuar. Mendoj sepse s'ka pas energji, s'ka pas shumë energji, do me thonë, skena muzikore, edhe jo që po thëmë që jom këthyjon, po më do këtu këthy edhe energjia muzikore tani. Mendoj, mendimi jem, e ka pas nevoj për energji më shumë. Cilët janë artistët që ti vlerëson më shumë? Po gjithë artistët janë talentum, janë të pasur, janë të mirë, të paktën do me thonë ashtu ata e mendojnë vetën edhe na nuk jemi ata që do me thonë Do i gjykojmë. Do i gjykojmë, edhe ti këtë pyetje ma mirë është, këtë pyetje ma mirë është me pas publiki për artista tjerë. Besoj që publiki e di ma mirë se ka simpatizon. Ka simpatizon ma shumë, ka në do ma shumë. Sepse mos të harrojmë, unë nuk isha mujt me mbjetu në asë një aspekt kohor të karierës tem, po sikur se publiki mos të më kishë simpatizu mu. Gjithmonë do me thonë edhe mediat, unë 2 vjetë nuk jam konë muzikë heqë. 2 vjetë do me thonë nuk jam mirë me asë një postim rreth muzikës edhe asë një postim rreth showbizit. Jam mirë me vetën, jam mirë me shëndetin tem, jam mirë me familjen tem, edhe 2 vjetë as edhe një javë nuk ka ndodhur që portalet nuk kanë qitë, do me thonë, lajme non-stop për jetën tem, se çka jem të bosë. Do me thonë, unë dashta më shkëput këtë për jetës showbizit, a më jeta showbizit nuk dojke më shkëput ferën për jetës showbizit. Kështu që... Fero, ti për showbizin dhe për portalet je ylli tyre, sepse ke jetën me shumë ngjarje. E kjo në gëmë të tregoj, tash, ti si portal, ti e poston dikon, që njerëz kanë kurreshtje me lexu për ta. Patjetër. Nuk e poston dikon që njerëz nuk kanë interes me postu për ta. Patjetër. Me qëra fjalla tash të portalet, po shikoja lidhjet e reja, në jetën tënde, ka një vajzë? Po me të tregu drejtën e nuk jam të kështu të mirë me lidhje me sene, jam i fokusum në karierën tem, edhe zakonisht lidhjet pi përvojës tem jetësore, lidhjet gjithmonë qesin, do me thonë, se vynë për kushtim. Më konë për shemë me pas një partner të vynë mu përkushtu ndaj partnerit. Për shembull, një laf, një asi, një kësi koha hargjohet, tash qaq është dinamike, do me thonë, muzika edhe biznisi i muzikës, sa që, do me thonë, nëse e ki një partner dekoncentron ty prej sukseseve, aktiviteteve të karierës, kështu që une, jam kështu rahat, ma mirë na më vish me muzikë, se sa... Por lidhjet, ndoshta me vajzat e famshme, e ndihmojnë gjithsesi artistin për të qenë me të tregu... Në trega, apo jo? Me të tregu drejt jo. Jo? Nuk më nda? Me të tregu drejt jo, sepse unë e kom pas lidhjet tila, mos jo. Jo? Për që në qendër të vëmendjes për të përfolur? Në qendër të vëmendjes për më përfol, po unë për shembull s'kam qef hiq më përfol, shka u përfol për mu, deri sot hiq s'kam qef më përfol. Tashi e lodhur nga... Jo, me tregu drejt adin, për shembull, mu e posh një dit një lajm, Arbana, unë isha në pushime, edhe e postova video në pushime, tash mu e kishin qitë lajmin se shikoni se si reagon Fero duke postuar që është në
pushime, a unë ish paragu, unë e postova foton që jam pushime, adin për ndjekësit e mi me padin, se ku jam unë, edhe ta na munohen me lidh portalet me, do me thonë me Arbenitën edhe po kam qef me tregu drejt asë zdija e kjevrejt, nashtë e kom bo qatë gabimin e muzikë, po asë edhe njëherë nuk kom postune asë për do me thonë ato, asë për kur që, për Ninën postoj, për vajzën tem, gjithmonë kom e postu. Se Nina është gjithë shka unë e kam, ama munohen portalet mi lidhë senet pak. Po, për clickbait. Amo, s'besoj që është e mirë një lidhje për... Do me thënë s'tingë të takoj njëherë. Sidomos për një reperë. Për një reperë, unë i kisha sugjeru këtë reperat e ri, mos gaboni me bo lidhje. O, Fero, kam një lojë për ty, ma kam përgatitur vajzat e mia, me qenë se po flisnim pak për industrinë e muzikës edhe preferencat e tua për t'i bërë pak gjërat pak më të thjeshta. Okej. Ja, të shikon? Faleminderit. Atëherë, kam një lojë për ty. Duhet me zgjedh, se ti, si ke vështirë këto se je i drejt për drejt. Po, pa tjetër. Këtë do zgjidhje ti për një bashkëpunim? Rina Balaj, Kida? Dyat janë të mira, dyat Kida nuk më ka ro me taku më t'i kohës, me pas kontakt me të, po jena konës me një kompani dhe dyat janë artistet mira, janë talentuara. Rinën e kam edhe shëshri kena shumë të mirë me Rinën. Na ka me gjithmonë shëshria me Rinën dhe s'po di shka me thonë të kjo pjesa bashkëpunime më fort me tregu drejt jem shumë peki në pjesën e bashkëpunime. Po se e di që janë dyja talentuma edhe... Dyja do kishin qenë okej? Dyja do kishin qenë okej, po nuk e di shka them. Dhurata Dora, Samantha Caravella? Dhurata Dora është shumë... Edhe Samantha është, Dhurata Dora është shumë artiste e mirë është. Okej. Tajna Melinda? Dyjat janë artiste të mira janë. E di. Ti kësqedh. Po me tregu drejtun, adin edhe Melinda është shumë e talentume, po unë mendoj që Tajna e ka një talent pak mat. Yllin Ball. Po. A ja dëgjon këngët Tajnës? Më këngë kështu për shembull na i këngë që jenë lëshu këngët, pse jo e ndëgjoj, po kështu me, adin, jo Tajnën, as në artist tjetër unë vetë së ngoj shqip. Jemë më fokusuar të muzika e huaj. Po nëse jam me naj ven edhe ndëgjoj muzikë shqip, pa tjetër që këta dhe tek e fundit kolegi jena kej. Po. Ronela Hayati, Genta Ismaili? Me dyet më ka ra me qenë studio, Ronela është shumë e talentuar, Genta është shumë e talentuar, po s'po di shka me thonë. Ka më thera. Se të dyet janë Morena Taraku, Enca? Morena Taraku. Okej. Vish pak, Morena Taraku, Enca nuk bëhet si krahasimi, po e pas një boju, edin. A për muzika, po për cila o femër ma e bukur? Hajde, cila është femër ma e bukur? Si jenë shpreje, Morena Taraku është... Morena Taraku. Për muzikë klasin tu, Nora Istrefi, Era Istrefi? Nora Istrefi, dyat, po dallon tash periulla e Nora Istrefit edhe periulla e Era Istrefit, sepse Nora Istrefit është pak gjeneratë ma e vjetër, se sa Era Istrefit në gjeneratën e vetë Nora ka qenë yll, në gjeneratën e re Era është yll. Okej. Elvana Gjata apo Dafina Zeqiri? Vështirësohet. Dafina Zeqiri. Dafina Zeqiri. Fero, jam shumë e gëzuar që erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit për intervistën e sinqertë. Ta uroj me gjithë zemër që vajzat në të takosh sa më shpejt. Faleminderit shumë. Edhe të kesh sukses në muzikë, edhe unë jam gjithmonë pro njerëzve që kanë fillime të reja, edhe nisin me energji të reja, dhe ta uroj gjitha më të mira. Faleminderit shumë Arbana Masvari për ftesën, me tregu drejt, nuk kisha pas qef me shku dikon edhe me fol për, do me thonë,
Arsyeja edhe pse s'kom bo intervistë është se po keq interpreton ka njerë fjallë që pi thua, din ashtë ti e thunë kontekst mirë, po dikush ta qetë në kontekst keq, edhe sidomos kur është çështja e ndihshme, s'kisha pas qef shumë e full, po me ty e nita vetën si në shpi, e nita vetën shumë lirë, edhe u monova me tregu vetëm se ato që e ndjejun, edhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty, Fero. Ta jap një përqafim. Faleminderit. Faleminderit. Ky emision u mundësua nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Banka Ekonomike, Gjotto Karni, Obu Store,